Rritja e ndjeshme e konsumit të ujit gjatë muajve të verës e shkaktuar nga temperaturat e larta, po ushtron presion të madh mbi sistemin e furnizimit me ujë në Gostivar. Autoritetet paralajmërojnë se krahas shtimit të konsumit, keqpërdorimi i ujit të pishëm për qëllime të tjera rrezikon furnizimin në rregull të qytetarëve. Për të përballur me këtë situatë, Inspektorati Komunal i Mjedisit në bashkëpunim me personat kompetent të ndërmarrjes publike komunale në Gostivar ka intensifikuar kontrollet në terren. Si rezultati i inspektimeve të fundit, disa persona janë kapur duke keqpërdorur ujin e pishëm dhe janë sankcionuar. Inspektimet e fundit në terren nga Inspektorati Komunal i Mjedisit dhe persona kompetent nga ndërmarrja publike komunale kanë përfunduar me kapjen dhe gjobitjen e disa individëve për përdorimin e papërgjegjshëm dhe keqpërdorimin e ujit për pije. Me vapën e verës që rëndon furnizimin lokal me ujë, Inspektorati po mban një qëndrim me zero tolerancë ndaj keqpërdorimit të ujit, përdorimi i ujit të pishëm për larjen e automjeteve, ujitjen e lëndinave apo larjen e trotuareve rrezikon drejt për drejt sigurinë e furnizimit me ujë dhe do të ndëshkohet rreptësisht, thuhet në njoftimin e ndërmarrjes komunale. Institucionet kompetente njoftojnë se kontrollet do të vazhdojnë me intensitet të shtuar gjatë gjithë sezonit veror. Personat që do të kapen duke keq përdorur ujin e pishëm do të përballen me gjoba të larta, ndërsa ndaj tyre do të ndërmerren edhe procedura përkatëse, përfshirë denoncimet në polici, njoftojnë nga ndërmarrja. Ngatje ju bëjnë thirrje qytetarëve që ujin ta përdorin me përgjegjësi dhe në mënyrë racionale, vetëm për nevojat themelore shtëpiake dhe sanitare, me qëllim që furnizimi me ujë të mbetet i qëndrueshëm dhe i pandërprer për të gjithë qytetarët gjatë të gjithë periudhës së verës.